Bashkia e Vlorës ka nisur një seri investimesh të rëndësishme në infrastrukturën rrugore në disa zona të qytetit. Një prej tyre është rruga Shtjefën Gjeçovi. Kryetari i Bashkisë së Vlorës Ermal Dredha inspektoi punimet në këtë rrugë, pjesë e rajonit numër 5, ndërsa theksoi se gjithçka lidhet me premtimet që ka bërë për këta banor, por jo vetëm. Sipas kryebashkiakut Ermal Dredha, janë disa investime aktualisht në proces, por duhet pak durim nga qytetarët, ndërsa theksoi se rruga Shtjefën Gjeçovi nuk e kishte njohur dorën e investimeve prej 30 vitesh, por me rishikimin e buxhetit pritet që të rishikohen edhe disa projekte sa i përket disa rrugicave të tjera në këtë rrugë. Çdo investim që bëhet në fakt në qytet është i rëndësishëm. Problemi është që kemi kaq shumë punë për të bërë dhe patjetër ne shikojmë paksa me shumë vëmendje sepse kemi premtuar shumë komunitet, qoftë edhe me projektet që kemi parashikuar në buxhet në Këshill Bashkiak, por do kohën e vet, unë kam thënë gjithmonë është procedura, na ka penguar dhe unë theksoj fort këtë duhet ta dëgjoj komuniteti, që edhe pse mund duket Vlora paksa rëmuj, keni parasysh që janë disa investime të mëdha që po bëhen në qytet që ne duhet të tregojmë pak durim. Dhe këto kanë fjalën për investimin e ujësjellësit, apo edhe për investime tjera që po ecin paralelisht dhe patjetër që nuk mundet kurrësi që Vlora të duket shumë e pastër dhe pa probleme. Pra do ketë plur, por ne mundojmë të paktën çka kemi premtuar ne si bashki të fillojmë të vendosim në jetë. Kemi filluar disa rrugë në qytet, kjo është rruga Shtjefën Gjeçovi, është pjesë e një buqete prej 4 investime që do të bëhen në rrugë të ndryshme që do të bëhen në qytet. E filluam sot këtu. Janë pothuajse disa akse të kësaj lagjeje. Ka 30 vjet pa u vendor. Jam shumë i lumtur që të paktën filluam, edhe do shikojmë mos shtojmë se ka disa rrugica të tjera në fakt që nuk janë parashikuar në projekt. Kjo për shkak të buxhetit. Mos ndoshta me rishikimin e buxhetit do të bëjmë tani afër. Base mund të kryejmë një mundësi që t'i zgjerojmë edhe me këto rrugicat e tjera të lagjes. Kryebashkiaku i Vlorës foli konkretisht për projektet që janë në këtë rrugë të rajonit numër 5, që sipas tij do të jenë gjithsej 4. Jo, në fakt në këtë zonë këtu ne janë 4 projekte. Ky projekt këtu ka vetëm shtrim ngritje kunetash, me thënë pusetash, që të jenë niveluara, nuk është parashikuar trotuar sepse dhe rrugët janë pak të ngushta, por fola pak edhe me kompaninë kontraktore të shikojmë mundësinë të paktën ne ta konturojmë që të ardhmen mund ta bëjmë trotuarin edhe me forcat tona ndoshta, ndërkohë që projektet e tjera që kemi, rrugët e tjera që kemi në qytet do të jenë edhe me ndriçime trotuar, patjetër me asfaltim, do të jenë paksa më mirë sepse kanë pas edhe hapësirën e dur. Kjo është lagje paksa tipike. I bie që të bëjmë shumë dëm, qoftë edhe komuniteti duke prishur mure, shtëpishe të tjera, por të themi se hapësira është mjaftueshëm që të paktën ta bëjmë këtë hap të parë për të rregulluar dhe cilësinë e përditshme të jetës së gjithë komunitetit këtu. Rruga Shtjefën Gjeçovi dhe Haxhi Xhyheri ndodhen në rajonin numër 5 të qytetit dhe ato do të jenë pjesë e investimeve të realizuara nga Bashkia e Vlorës dhe që sapo kanë filluar. Për realizimin e këtij projekti janë kryer studime në terren të gjendjes faktike të rrugës në të gjithë gjatësinë e saj. Mungesa e investimeve në këtë segment ka çuar në një gjendje ku nevojitet ndërhyrje të menjëhershme. Këto ndërhyrje duhet të jenë në të gjithë sipërfaqen e segmentit rrugor. Ndërhyrja e përgjithshme do të konsistojë në të gjithë gjatësinë e rrugës, si dhe në rindërtimin e pjesëshëm të kanaleve kulluese anësore.